Edhe pse shtuna njihet si dita e tregut në Gërçov, tregtarët në tregun e Gjelbërt shprehen të pakënaqur me qarkullimin e dobët. Ata thonë se pavarësisht se çmimet i kanë të ulta, shitjet janë të dobta dhe interesimi i qytetarëve ka rënë ndjeshëm. Pazari dobët sot, havaja shoj, njerëzit s'kan pare, në qëta që kanë pare janë gurbet, shaj drunë s'kan pare të blinë, sollën shkollë, e në shaj dhimë një vend, struja shtrejt, katastrofë. Shmimet volisme, nuk janë shmimet e nalta, raushi u bon 6 miliard, 7 miliard, specat 4 miliard, laknat 2 miliard, një e gjimës 20 dinar, mandarinat e nata lirë janë 6 miliard 7, grosha lirë, pi 15 deri 25, qashton, interesi dobët e s'ka, shaj tofët, pak njerëzit i fregën dimnit, e në qashton, si bënë. Po se punojnë trollë njerëzit, se njerëzit janë bëha dëmbela, njerëzit duen kafe, pa një kafe, një makiata 5 miliard, një kilo speca 5 miliard, e në thash 30, në kosh 30. Po që të bësh? Po çdo javë, që 13 vjetë. Më erbe punë, që të bëjmë. Morajna udhë në vetë, punojmë në njëse. Dobët, si mjetë dobët ka kanë. Pazarët shëranilu, neko sa këtë zelka, neko sa këtë piperki, neko sa këtë kromi, neko ova, ona ima dosta izbor, neko grozije. Zar imat luđe? Pa ima dovoljno, me razbireš svega ekot na zelkata, kupuvat poveće zelkat i to. Nga ana tjetër, qytetarët ankohen se çmimet janë të larta. Po pazari, mëro pazari, ka shumë gjoja, por shtrenjtë janë. Për ato që janë pensionierët gadishullit i lirik, çmimet janë të larta, të nolta çmimet janë. Për ato, mirë ato që janë me 200-300 euro pensione, të mirë janë ato. Kështu dita e tregut në Gërçov po reflekton një mospërputhje të dukshme mes pritshmërive të tregtarëve dhe mundësive ekonomike të qytetarëve.